Dashi, sot është një ditë e fortë për të lidhur me intuitën tënde në çështjet e parave dhe biznesit. Mendja jote është e përqendruar te gjërat praktike dhe zgjidhjet konkrete. Nuk je në fazë ndërrimi, je në fazë veprimi. Është një moment shumë i mirë për të shijuar punën që bën dhe për të mësuar diçka të re ndërkohë. Energjia mendore është e lartë dhe mund të ndjesh një shtysë të fortë për të vepruar mbi një ide ose për të kërkuar më shumë informacion. Nuk i shmangesh problemeve, përkundrazi, i sheh drejtë në sy, i analizon dhe pastaj ecën përpara pa u ndalur. Ndonjëherë, pak nxitim mund të funksionojë në favorin tënd. Dhe sot është një nga ato ditë. Po përqafon të ren pa frikë, duke e ditur se pasojat të mira apo jo, do t'i menaxhosh më vonë. Ky është guxim tipik i Dashit, vepro tani, rregullo detajet më pas. Gjithashtu, sot ke dëshirë të thyesh rutinën. Idetë e reja të duken më tërheqëse se zakonisht dhe kërkon aktivitete që të mbajnë mendjen zgjuar dhe shpirtin të gjallë. Nëse ndjek këtë energji me vetdije, mund të hapësh një derë të re, qoftë në punë, në financa, apo në mënyrën si e shikon veten dhe të ardhmen. Demi, hëna e sotme i intensifikon ndjenjat e tua dhe të sjell më shumë dukshmëri. Je më i vëzhguar, por edhe më i vetëdijshëm për veten. Kjo nuk është diçka negative, përkundrazi, të jep mundësinë të tregosh qartësi, pjekuri dhe stabilitet. Është një ditë shumë e mirë për mbretësi mendore. Arrin të shohësh një situatë në të gjitha shtresat e saj, jo vetëm atë që duket në sipërfaqe. Kërkimi, analiza dhe çdo gjë që kërkon përqendrim intelektual janë të favorizuara sot, edhe pse jo domosdoshmërisht punë të gjata e të lodhshme. Ti je i motivuar, por më shumë për të nisur diçka se sa për të marrë me detajet e imta. Mund të ndihesh veçanërisht i entuziazmuar nga një ide. Mendja jote funksionon në mënyrë të lirë dhe kreative, duke sjellë mendime të reja apo zgjidhje që më parë nuk i kishe konsideruar. Ky është një moment i mirë për klikime mendore dhe ndryshime perspektive që të çojnë përpara. Gjithashtu, dita është e përshtatshme për zgjidhjen e një konflikti me dikë. Komunikimi i qartë dhe i drejtpërdrejtë ndihmon në forcimin e marrëdhënieve. Binjakët, sot është e natyrshme të tërhiqesh pak nga bota, pasi hëna ndodhet në sektorin tënd të privatësisë. Ke nevojë për reflektim, qetësi dhe pak pushim mendor. Nuk është ditë për zhurmë të tepërt apo për t'u ekspozuar pa arsye, është ditë për të dëgjuar veten. Megjithatë, kjo nuk do të thotë mungesë entuziazmi. Përkundrazi, mund të ndihesh shumë i motivuar për të ndjekur një projekt të veçantë ose një ide që të ngacmon mendjen. Është një ditë e rëndësishme për shkëmbim mendimesh, sidomos në lidhje me marrëdhëniet. Bisedat mund të jenë të gjalla, të hapura dhe plot energji. Mund të ndihesh veçanërisht i emocionuar nga një person, një ide apo një ndjenjë e caktuar. Ka një intensitet të brendshëm që nuk është faq domosdoshmërisht hapur, por që të shtyn të mendosh thellë dhe të lidhesh më fort me atë që ka rëndësi për ty. Energjinë e sotme e mbështesin marrëdhëniet. Bashkëpunimi me të tjerët, puna në çift apo në grup dhe krijimi i ideve të ndritura ose zgjidhjeve të zgjuara janë në fokus. Edhe nëse qëndron pak në prapavi, kontributi yt mendor dhe komunikimi i sinqert mund të bëjnë diferencën. Gaforja, marrëdhëniet sot janë të gjalla dhe plot energji. Ka lëvizje, ka komunikim dhe mbi të gjitha ka thellësi. Arrin të shkosh drejtë në zemër të problemeve, pa u humbur në sipërfaqe apo justifikime. Kjo të jep avantazh, sidomos në raportet personale dhe profesionale. Aktivitetet me të tjerët janë pozitive dhe dinamike. Bisedat mund të jenë jashtëzakonisht të dobishme, qoftë për të mësuar diçka konkrete, qoftë për të dëgjuar një lajm që të lehtëson ose të ngjall entuziazëm. Sot fjala ka peshë dhe komunikimi funksionon. Je shumë i motivuar dhe gati për të ndërtuar diçka të fortë dhe ambicioze. Nuk kënaqesh me gjysmë zgjidhje. Aftësia jote për t'u përshtatur dhe për të gjetur rrugdalje është në plan të parë. Dhe di ta shfrytëzosh çdo situatë në favorin tënd. Je gati të rregullosh problemet, të merresh me detajet dhe të vendosësh rregull aty ku ka pasur kaos, në mënyrë që jeta jote të rrjedhë më qetë.
Sot ke dëshirë të kapësh një projekt fort, ta marrësh drejtimin dhe të tregosh se di jo vetëm të ndjesh thellë, por edhe të veprosh me vendosmëri. Luani, sot është një ditë e fortë për të marrë seriozisht me punët dhe për të nisur përmirësime konkrete në rutinën tënde të përditshme. Ke energjinë dhe fokusin e duhur për të rregulluar atë që nuk ka funksionuar mirë deri tani. Nuk e shtyn më, vepron. Në të njëjtën kohë, kjo është edhe një ditë shumë e mirë për vetë shprehje, lojë, aktivitet fizik, dashuri dhe krijimtari. Ke nevojë të çlirosh energjinë e tepërt dhe e bën më mirë përmes veprimit, argëtimit ose krijimit të diçkaje që të përfaqëson. Sot ndihesh më i guximshëm se zakonisht, sidomos kur vjen puna te shprehja e ndjenjave. Nuk ke frikë të tregosh afeksion, të thuash atë që ndjen, apo të marrësh një hap të hapur në dashuri. Ky guxim emocional të jep forcë, jo dobësi, mund të jesh shumë i entuziazmuar nga një ide e veçantë dhe nuk përjashtohet një moment klikimi mendor, ku gjithçka bëhet më e qartë. Energjia emocionale dhe mendore janë të larta, dhe kjo të bën jashtëzakonisht të motivuar për të përballur me projekte apo detyra që i kishe lënë pas dore. Virgjëresha, me hënën sot në sektorin tënd të shpirtit dhe vizionit, ke një këndvështrim më të gjerë mbi jetën. Nuk humbesh në detaje të vogla, arrin të shohësh pamjen e madhe dhe, si rezultat, të gjesh më shumë kënaqësi dhe kuptim në atë që bën. Energjinë e sotme e favorizojnë mësimi, mësimdhënia dhe ndarja e ideve. Bisedat janë të gjalla, të shpejta dhe plot entuziazëm. Idetë e reja të stimulojnë dhe të japin ndjesinë se je një hap përpara të tjerëve. Mund të duket sikur të tjerët nuk ecin me ritmin tënd, por nëse vepron në mënyrë të pavarur, pa pritur aprovime, mund të arrish shumë. Ka edhe një ndjenjë gare që të ushqen dhe të shtyn përpara. Nuk është konkurrencë e dëmshme, por një shtys që të bën më të përqendruar dhe më vendimtar. Kjo energji të ndihmon të mos dorëzohesh dhe të veprosh me besim. Je në një pozicion shumë të mirë për të zgjidhur probleme ose për të marrë hapa konkret në çështje që lidhen me familjen, jetën në shtëpi ose një marrëdhënie dashurie. Peshorja, sot funksionon më mirë kur ndan një aktivitet me të tjerët ose kur ndjek një qëllim të përbashkët. Bashkëpunimi nuk është thjesht i dobishëm, por i domosdoshëm për të nxjerrë maksimumin nga dita. Kur ka drejtim të qartë, marrëdhëniet ecin më qetë, ke dëshirë t'i kushtosh më shumë vëmendje jetës në shtëpi. Mendon seriozisht për mënyra që rrisin ndjenjën e sigurisë dhe rehatisë, qoftë përmes rregullimit të hapësirës, qoftë përmes stabilitetit emocional. Sot nuk kërkon luks, kërkon ekuilibër të vërtetë. Je i motivuar të punosh mbi një projekt ose ide dhe ta vësh menjëherë në lëvizje. Është një moment shumë i mirë për të zhytur plotësisht në diçka që e do, ose për të mbyllur një detyrim që të ka zënë rrugën, në mënyrë që të hapësh hapësirë për atë që të jep kënaqësi. Entuziazmi është i lartë dhe je gati të ecësh përpara dhe të rregullosh problemet pa hezitim. Të tjerët e vlerësojnë më shumë se zakonisht mendimin tënd dhe mund të ndihen të frymëzuar nga qasja jote, duke u përpjekur edhe ata të japin më të mirën. Mbretësia mendore dhe shpejtësia janë të favorizuara sot, por duhet kujdes që të mos e teprosh. Kur ruan masën, dita sjell përparim real dhe zgjidhje të qëndrueshme. Akrepi, sot gjendja jote mendore është e orientuar nga e ardhmja. Nuk të tërheq rutina, preferon të përqendrosh energjinë në diçka që të jep kënaqësi dhe të stimulon. Kjo qasje e bën ditën më produktive dhe më të lehtë për t'u menaxhuar, po sjell ide të freskëta si në punë, ashtu edhe në jetën e përditshme. Ambicia është pak më e lartë se zakonisht dhe kjo e ushqen drejt për drejt motivimin tënd. Ke dëshirë të ndryshosh, të ndërtosh ose të ripunosh projekte ekzistuese, duke i bërë më efikase dhe më të forta. Merr drejtimin natyrshëm, pa e imponuar veten. Ke një ndjeshmëri të veçantë për të kuptuar çfarë duan të tjerët dhe si të lëvizësh situatat në favorin tënd. Mendërisht je në formë shumë të mirë dhe instinkti yt për biznesin ose drejtimin është më i zhvilluar se zakonisht. Mund të marrësh lajme të mira lidhur me paratë ose çështjet e biznesit. Një bisedë interesante ose mendime serioze për një mundësi fitimi mund të të motivojnë të kalosh nga ideja në veprim.
Sot nuk mjaftohesh me plane, ke gatishmërinë dhe guximin për t'i vënë gjërat në lëvizje. Shigjetari, nëse sot i shikon ndër veprimet e tua më thellë, mund të zbulosh anë të fshehura të vetes përmes marrëdhënieve. Ajo që thon ose bëjnë të tjerët të shërben si pasqyrë. Kjo të ndihmon të kuptosh më qartë motivimet, dëshirat dhe reagimet e tua. Shtysa për të përmirësuar burimet e tua është e fortë. Mendon seriozisht për sigurinë materiale, aftësitë personale dhe mënyrat si mund të përforcosh pozicionin tënd. Je në një pikë të mirë për të gjetur ekuilibrin mes punës dhe kënaqësisë, pa e tepruar në asnjërin anë. Do të ndihesh mirë me veten nëse vepron konkretisht mbi një çështje praktike. Sot mund të arrish në një përfundim të dobishëm ose të mësosh diçka me vlerë reale. Nuk është ditë për teori boshe, fokusi është te zbatimi i njohurive, ke më shumë energji mendore se zakonisht dhe guxim për të shprehur idetë e tua hapur. Fjala jote ka peshë dhe bindje. Kjo është një kohë shumë e mirë për ndikim personal dhe karizëm natyral. Kur flet me siguri dhe qartësi, të tjerët të dëgjojnë. Britsjapi, sot ke energji shumë të mirë për lidhje, kontakte dhe komunikim. Fjalët të vinë natyrshëm dhe njerëzit janë më të hapur ndaj asaj që ke për të thënë. Është një ditë e fortë për mendim kreativ dhe për çështjet e zemrës, edhe nëse ti i shpreh ndjenjat në mënyrë të matur dhe praktike. Respektimi i angazhimeve të tua të jep kënaqësi të veçantë. Kur mban fjalën dhe përmbush detyrimet, ndihesh më i fortë dhe më i qëndrueshëm. Të tjerët priren të lënë hapësirë për të bërë punën tënde në mënyrën tënde, dhe kjo ndikon drejt për drejt në përmirësimin e humorit, me Merkurin dhe Marsin që bashkojnë forcat. Ndihesh i shtyrë të analizosh një çështje të së kaluarës ose diçka të papërfunduar. Ke nevojë ta mbyllësh si duhet, jo thjesht ta harrosh. Ka një dëshirë për të bërë diçka konkrete ose simbolike për të lënë pas energjinë emocionale negative. Mendo në terma pastrimi dhe çlirimi, rregullim, heqje e gjërave të panevojshme, detoks emocional apo praktik. Ke energjinë e duhur për ta bërë këtë me sukses. Sot rritet vetkuptimi dhe ndjenja e forcës së brendshme dhe vendosmërisë. Jo të gjithë ecin me ritmin tënd, por kjo nuk të shqetëson. Për momentin nuk ke nevojë për miratim apo ndihmë. Ujori, sot hëna ndodhet në sektorin tënd të shtëpisë dhe familjes, duke nxitur introspektim dhe reflektim të brendshëm. Është një ditë e mirë për të marrë iniciativa mbi një çështje familjare ose private që kërkon vëmendjen tënde. Aplikimi i ideve dhe njohurive që ke fituar kohët e fundit është në fokus. Nuk kërkon shumë përpjekje për të mbajtur bisedat ose marrëdhëniet me të tjerët të gjalla dhe energjike. Misia duket të jetë një prioritet i fortë, duke sjellë shpërblime të veçanta, ose ndjenja e pasionit për një projekt specifik ose qëllim lumturie është e fortë. Sot je gati të besosh te vetja, te idetë dhe te puna jote. Mund të shfrytëzosh çdo mundësi për të treguar ekspertizën tënde, por njëkohësisht mund të punosh me përkushtim dhe kënaqësi edhe vetëm në prapavi. Sot vetmia e zgjedhur dhe fokusimi i thellë janë po aq produktive sa aktiviteti social. Peshqit, sot mund të ndjesh një dëshirë të fortë për të qartësuar diçka me dikë, por në vend të kësaj mund të kanalizosh energjinë drejt planeve emocionuese për të ardhmen të dashur peshq. Është një ditë e favorshme për të ndarë ide dhe për të lidhur marrëdhënie me miq, duke i parë gjërat nga një këndvështrim besnik dhe pozitiv. Ky është një moment produktiv, edhe pse mund të ketë momente entuziazmit të tepruar. Planifikimi i karrierës apo vendimmarrjet për qëllime afatgjata janë të vlefshme tani dhe je i gatshëm të investosh kohën e nevojshme për t'i arritur ato, edhe pse durimi nuk është në kulmin e tij, je i hapur ndaj zbulimeve, sidomos kur bëhet fjalë për objektiva afatgjata. Sot është një ditë që inkurajon iniciativën personale dhe veprimtarinë e pavarur, një ditë ku ideja dhe veprimi bashkohen për të krijuar mundësi reale.